dashur miq, tashmë kam nderin vërtet e kënaqësinë që me mua dhe të nderuar televizionistë të kem psikologën klinike Antigona Çena Isediu. Mirëmëngjes Igona dhe mirë se na erdhi në studion tonë. Mirëmëngjes Brikena, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që çdo herë, sa herë të kemi në studio, rrezaton ka shumë energji pozitive, sa që më beso edhe unë harroj për gjithë ato hallet që kam. Nga se di se nga çdo intervistë kuptoj diçka, mësoj diçka dhe në fund jam më e qetë. Po më duket kur po i marr këto komentet, diçka mbrana meje po fillon me dhon hala më shumë atë energji, kështu që. E më të lutem mos u ndal. Është e dyanshme, faleminderit shumë. Po dukesh mirë. Po gjithashtu. Gona, vendosëm sot të flasim rreth dy problemeve. Njëra ka të bëjë me lodhjen kronike dhe më pas edhe dhuna psikologjike, disi në fund ndërlidhen këto dyja në mes vete, dikund, por fillimisht për teleshikuesit, nga kështu dhe paralajmëruam që dhe këto do të jenë tema që do të flasim pra me ju sot, fillimisht çfarë nënkuptojmë me lodhjen kronike, çka është lodhja kronike? Si term nuk duket dhe shumë i rënd, por për brenda shumë të lashë na shkakton. Patjetër, kur i referohemi lodhjes kronike, sidomos në kuptimin e lodhjes emocionale, e cila natyrisht kombinohet edhe me lodhjen fizike, i referohemi asaj periudhës ku individi ka shpenzuar gjitha energjitë e veta në një situatë e cila ka zgjatë dhe gjatë kësaj periudhe personi nuk ka gjetë kohën ndoshta për nevojat bazike të tij, me shiu ato gjanat elementare ditore, ndoshta me bo edhe gjumin e mjaftueshëm për shkak një situate në të cilën ai po kalon. Kjo situata mundet me qenë edhe një çështje e cila kërkon angazhim fizik, por më shumë ajo situatë e cila kërkon angazhim emocional, ku për shembull kemi një problem i cili nuk po zgjidhet me vite dhe individi është i përfshim ose për një kohë gjatë, mos them vetëm me vite, dhe individi është i përfshim emocionalisht dhe po tenton me bo atë zgjidhjen. Dhe duket sikur ndonjëherë ai problemi s'ka fund dhe individi sa më shumë që provon nuk e gjen atë zgjidhje dhe kjo çon atë shterimin e energjive psiqike dhe individi sikur nuk gjen kohën edhe mundësinë të kujdeset për vete. Derisa trupi i tij fillon edhe reagon përmes simptomave që din me qenë kokëdhimbje, marramendje, tension muskular, dhimbje të qafës, shpinës, një stres i vazhdueshëm i cili nuk ka marrë vëmendjen e personit. Po Gona, si të dallojmë ndoshta atë lodhjen kronike nga lodhja e zakonshme pas një dite pune, nga se këtu mund të bëjmë atë gabimin dhe të mos kuptojmë që vërtet kemi lodhje kronike. Kur ne kemi një ditë ngarkume, një javë të ngarkume, trupi jon arrin me pushu, për shembull kur shkojmë në vikend dhe i japim kohën vetës dhe trupit me pushu. Por kur kemi një lodhje kronike, edhe një vikend, trupi nuk arrin me pushu edhe me ndje vetën të relaksum, sepse kjo është ai simptomi kryesor, këtu është ai dallimi kryesor. Do të thonë, kur personi s'ka mujt me fjet për shkak të lodhjes kronike, për shkak stresit të vazhdueshëm, e gjen veten që edhe kur ka qëndruar 8 orë në shtrat, nuk e ka bërë gjumin si duhet, nuk ka pushu trupi mjaftueshëm. Do të thonë, kur zgjodh mëngjes nuk e ndjen atë energjinë e freskët pas një pushimi për shembull 8 orësh. Ose edhe nëse ka shku në një ambient natyrë, ka tentu me gjetë një moment relaksi, nuk arrin me gjetë relaksimin, për shkak pikërisht të kësaj lodhjes kronike. Në situata kur jemi vetëm të lodhur e ngarkuar për shkak një dite të ranë ose një jave, trupi pushon, shkon për shembull një vikend dikon edhe e vren që ti je mbush me energji të reja dhe je i gatshëm me fillu javën për shembull ose ditën tjetër. Te lodhja kronike nuk e mërrim që të pikën e relaksimit, individi nuk e gjen veten të gatshëm me vazhdu javën me energji të re, po thjesht vazhdon javën me atë lodhjen edhe derisa një ditë mundet kjo lodhja kronike edhe me dhënë edhe smundje në trupin tonë. Sigurisht lidhet me shëndetin, mendon, nga se shumë herë kemi dëgjuar dhe vetë themi, po më mirë të isha lodhur fizikisht, nga se jam i lodhur fizikisht, shtrihem, pushoj dhe më kalon. Ndërsa ajo mendorja nuk kalon, pavarësisht që përmendet që sado që shtrihemi apo sado që ndrojmë vend apo kudo qofshim, kur jemi të lodhur kronikisht,
Pastaj këto fillojnë ai problemi i shëndetit mendor, sepse nga lodhja kronike fillojnë edhe simptomat e para të ankthit edhe sulmeve të panikut. Diçka brenda nesh po tregon, në trupin ton po tregon një alarm për neve që duhet marrësh masa sepse je harxhu, trupi yt nuk ka më rezerva dhe fillon ajo ndjenja parahatiz, vështirësitë me lukthin, rrajet shpeshta të zemrës, mendimet negative, do të thënë vetja na tregon që nuk është e kënaqur me jetën të cilën ne po ja ofrojmë vetes tonë. Dhe çka ndodh, njerëzit e keq kuptojnë këtë, sepse janë komplet fokusuar te ajo problemi i cili po shkakton lodhjen kronike dhe nuk arrin me kuptu që duhen me unal edhe me kujdes për veten pa marrë parasysh problemit në të cilën janë të përfshim. Duhet me bë një pyetje, a është shëndeti çmimi që po paguaj për këtë situatë? Dhe nëse përgjigjja është po, nëse shëndetin është çmimi që na po paguajmë, natyrisht duhemi me hap syt, me ndalu edhe me pa forma tjera të zgjidhjes së problemit, ose të kërkimit të ndihmës, me marrë mbështetje qoftë prej familjes ose prej profesionistëve. Sepse ka gjithmonë një zgjidhje dhe ndonjëherë ne përfshihemi në një situatë për ta zgjidhur në mënyrën tonë dhe nuk kemi menduar që ka edhe mënyra tjera me të cilat mundemi me gjetë zgjidhje. Nëse ajo mënyra jonë s'po funksionon, ne jemi lodh kronikisht, do të thotë natyrisht duhemi me u ndalë me gjetë një formë tjetër, me provu diçka tjetër. Nëse ky truni jo nuk po jep një udhë tjetër, hajde të marrim një mendim për dikujt tjetër. Po kush mund të jetë më tepër i prekur nga lodhja kronike, edhe pse gjithë mund të jemi, por ndoshta kush më shumë është i rrezikuar apo e rrezikuar që kryesisht njerëzit të cilët e kanë të vështirë këtë vendosjen e kufive. Njerëz të cilët e kanë të vështirë me thonë jo. Njerëz të cilët harrojnë veten dhe nuk e qesin veten në vendin e parë, por gjithkusht tjetër është i pari, pastaj jam unë. Këta persona kanë tendencën me shku në këtë lodhjen kronike sepse japin shumë prej vetës, presin gjithmonë pavetëdijshëm që tjetri ka me ditë kur munal, tjetri duhet me ditë kur është ballë, tjetri duhet me ditë me mrujt mu, se unë po e ruaj atë, unë po e dua atë, unë po mundohem për të. Dhe pavetëdijshëm pret që tjetri me u sill në njëjtë mënyrë, dhe kjo nuk ndodh gjithmonë, tjetri shfrytëzon, tjetri merr prej teje aq sa ti jep, dhe nuk e ka atë ndjenjen e empatisë ndonjëherë. Kjo çon atë shpenzimin emocional, kur ti ma nuk ke asgjë me dhënë, po je të vazhdu prapë me dhënë. Do të jetë hin minos me energjitë e tua. Këta persona, do të thonë, kanë këtë tendencën për shkak të vështirësive që kanë me këtë vendosjen e kufive. Ndonjëherë vendosja e kufive duket shumë e vështirë sepse kemi kryesisht na çojnë në lodhje kronike njerëz tonë më të dashur, siç janë familja, partneri, ose në vendin e punës, kolektivi ose menaxheri, dikush që është më lart se na. Shpesh për shkak të edukatës së tepërt, mirësjelljes së tepërt, njerëzit kanë vështirësi me thonë jo, kjo nuk është përgjegjësia imja, jo, nuk mundem sepse edhe unë kam nevojat e mia dhe thjesht nuk mundem me bë këtë, do të thonë kanë këtë vështirësi dhe kjo çon pastaj që tjetri nuk e në fund ditës tjetri nuk e din ku është kufini yt edhe kur i e lodh ti. Gona me qenë se jemi tek kjo, ndoshta kjo kishte të bëjë më shumë edhe me marrëdhënien familjare, dhe me punën, me përgjithësi, por shkurt si t'ju qasemi? Çfarë të bëjmë në këto raste, që të ruajmë paksa veten tonë, nga se ndjem shpesh edhe në faj që nuk po bëjmë aq sa duhet. Do çdo herë kërkojmë nga vetja, nuk kërkojmë nga tjerët dhe nuk themi jo. Fillimisht është më rëndësi me dallu që e kemi tepruar, ndoshta me dallu që jemi në një gjendje të stresit edhe lodhjes kronike, sepse njerëzit e kanë të vështirë edhe me vrejt, çka janë të i bë trupit edhe unë them çush jetu sill me shpirtin tonë. Në fund të ditës, çka ka rëndësi na çush ndjemi në kontakt me veten. Kur shkojmë
e vendosim kokën jashtë, kemi na me vetën tonë dhe sikur ajo vetja jonë kërkon llogari prej neve, çka bane për mu, si u solle ndaj meje dhe nuk i kemi ata tjerë aty që kërkojnë llogari prej neve. Aty fillon ankthi pastaj. Kryesisht njerëzit përjetojnë ankthin kur shkojnë me fjetë, ju del gjumi natën, i kanë ato makthet e natës, nëse çaty është raporti me veten tonë. Fillimisht pra është e rëndësishme me ditë, me kuptu këto simptoma, me kuptu që e kemi fut veten në një rrugë e cila po na çonte kjo lodhja kronike. Kur na e kuptojmë, pastaj është me rëndësi me mendu si duhet me vendos kufi, cila është një mënyrë e shëndetshme vendosjes kufive, pa e dëmtu tjetrin, po pa e dëmtu edhe veten tonë. Është shumë e rëndësishme me kuptu që e kemi obligim veten tonë. Kujdesi ndaj vetës tonë është obligim dhe nuk është thjesht bëje si diçka luks për vetën, po thjesht vetja jonë na ka veç neve. Sado që kemi njerëz afër vetës rreth nesh, ata të cilët na ndihmojnë edhe na gjenden pranë, nuk mundet askush me qenë 24/7 për mu gjatë jetës. I vetmi person jam unë, që është obligim dhe përgjegjësi që të kujdesemi për veten tonë. Kur na i kuptojmë krejt këtu, fillojmë dhe reflektojmë dhe analizojmë situatat cilat po na çojnë te kjo lodhja kronike dhe fillojmë mendojmë për zgjidhje. Për se ndoshta më e rëndësishme është që unë të shijoj jetën, një jetë e kam, sepse lodhja kronike bën që personi mos me shiu gjanat e vogla. Ndoshta një kafe mëngjes, e pin atë kafen për ngutë sepse ka mendjen dikun tjetër. Ndoshta atë diellin e pranverës, ku diun gjanat vogla cilat neve na japin ndjesitë e kënaqësisë, të lumturisë. Humbet ky kontakti me këto emocionet pozitive. Dhe kur na reflektojmë për si e kemi rutinën edhe e shohim që e kemi obligim veten tonë, pastaj fillojmë mendojmë e çka duna me bë, çka është diçka që më kënaq mu. Jo patjetër kemi me u tjetërsu, jo patjetër kemi me u bë, sepse është një farë frike, mos më bëna njëri keq se nuk i ndihmova. Ose egoiste ndoshta. Egoizëm. Ashtu të shohin të tjerë, nga se ti nuk je egoiste, po kështu e shohin. Në fakt, nëse po friksohemi që jemi egoist, kjo tregon që si jemi fare egoist. Egoisti nuk ka frikën e të qenurit egoist. Prandaj, na duhet me kuptu që nuk është egoizëm me vendos kufi dhe me u kujdes për veten. Është përgjegjësi edhe obligim ndaj vetes tonë. Kur nuk jemi të mirë me veten, atëherë duhet dim që nuk mund të jemi edhe shumë të mirë me të tjerët. Thotë, ne po flasim shumë për shëndetin mendor, po nuk e di se sa po e ruajmë këtë shëndetin mendor. Antigona, kur më shumë nuk është folur se tani. Po nga përvoja joje sigurisht që çfarë jeni të kënaqur me atë që po arrihet tek ne, që veç njerëzit kanë filluar goxha të vedisohen për këtë problem, do thotë, të dinë se si ta ruajnë veten edhe në këtë rast tek lodhja kronike që e dim se përmendë disa prej shkaktarëve, e që janë edhe të tjerë më pas, nga se është edhe jeta moderne, teknologjia dhe gjitha këto ndikojnë nga pak, po më së shumti ndikon ai rrethi i ngushtë, ata që ti ndoshta kalon kohë më shumë. Në fakt, Briken, sa është rrit vetëdijsimi për problemet e shëndetit mendor, edhe sa është, le të themi, është largu stigma, domethënë për shkak të rritjes së rasteve që kërkojnë ndihmë, na kuptojmë që njerëzit kanë filluar me largu stigmën, edhe pse akoma vazhdon të jetë prezent, po shoh për shembull zonja të moshës tretë që kërkojnë ndihmë, që për mu domethënë shumë, ndonjëherë shoh të rinj të cilët akoma vazhdojnë me stigmatizu me shku te psikologu. Domethënë kemi atë ekstremin shumë shpesh, po kur ma shumë nuk është folë për problemet e shëndetit mendor. Ndërkohë që kemi edhe rritje të rasteve që vujnë prej ankthit stresi është në rritje të vazhdueshme, është jeta moderne që thatë edhe jo, është çka shohim sot njerëz që nuk flajnë mjaftueshëm. Problemet me gjumin janë të theksuara në shoqërinë tonë. Përdorimi i teknologjisë, shohim njerëz që më shumë se 5 orë çdo ditë kalojnë në telefonat e tyre dhe përmbajtjet që ata shohin janë përmbajtje të shkurta, reelsa sekondëshe, të cilat ndonjëherë janë informacione të panevojshme për trurin tonë, bombardim i panevojshëm me informacione të luftës, të vrasjeve, të dhunës,
të aksidenteve të ndryshme që ndodhen diku komplet në një cep tjetër të botës për cilat unë mundem me bo kur gjë, po që ka ndodhë, unë e marrë atë informacion. Dhe krejt këto jenë faktorë stresogen të cilë të ndikojnë në gjendjen time emocionale, sepse jemi njerëz, dhe kur na ballafaqohemi me një skemë të aksidentit, dhunës, të vrasjeve, natyrisht që kemi me pas ato ndjesit që frikës, dhimbjes, mërzitemi, ndonjëherë mërzitemi nga këto lajme, edhe pse nuk kanë të bëjnë direkt me jetën tonë. Por që mbyrën direkt e ndikojnë shumë në jetën tonë. Patjetër, këto janë faktorë të cilët po rrisin mandej këto problemet e shëndetit mendor. Mos harrojmë faktorë tjerë janë problemet në qeft, problemet në familje, kriza ekonomike, kemi divorce, rritje të numrit të divorceve, dhe këto divorce nuk vinë pa probleme. Për shkak të asaj që ka po ndodhë brenda familjeve, ndodhin divorcet. Pastaj ku janë fëmijët? Se në çdo divorc, pjesë e atij divorce nuk janë vetëm partnerët, po janë edhe fëmijët dhe çka ndodh me shëndetin mendor të aty në fëmijëve. Këta fëmijë potencialisht këto trauma kanë me marrë me vete edhe në mosha të rrituna. Dhe problemet e shëndetit mendor nuk kanë me qenë vetëm në atë moshën kur po ndodh divorci. Thonë, kemi faktorë të shumë të stresogjen të cilët po e rrisin mundësin e të pasurit problemet të shëndetit mendor dhe prandaj kemi edhe një rritje të numrit të rasteve të problemeve të shëndetit mendor. Dhe që na shon lodhen kronike, por për të kalu gona se kanë mbetur dhe jo edhe shumë minuta. Gjithmonë e dim që me ikin minutat shumë shpejt. Nuk di se si shkon koha. Dhuna psikologjike. Çfarë konsiderohet dhunë psikologjike? Dhuna psikologjike është formë e lëndimit emocional që i shkaktohet individit në kohë të vazhdueshme, shpesh në formë të qëllimshme nga persona të tjerë. Do thonë, viktima po e quaj e dhunës psikologjike shpesh është sikur te rasti i lodhjes kronike, shpesh është ai personi që është aty dhe po qëndron përballë një ofendimi, përballë një sjellje jo duhur nga personat të cilët i ka familjar ose koleg ose shok, shoqe. Po sidomos dhuna psikologjike ndodh brenda familjes, në shkolla edhe në vendin e punës. Çka ndodh, personi bëhet pjesë e vazhdueshme e dhunës, ndonjëherë edhe në mënyrë graduale, pa qenë i vetëdijshëm që është duke u dhunu psiqikisht, derisa për shembull në një lidhje kërkon me pas një divorc pas një periudhe të gjatë martesës dhe gjithë thonë çka po ndodh, ti ke qenë mirë në atë martesë, qysh po don tash më ndo, edhe sikur se kupton askush dhe kur shohim në seancë flasim me personin fillon e tregon thotë nuk kam ndoshta një arsye që sot ka ndodhur diçka konkrete, por çka ka ndodhur një xhelozi e tepërt, një kontroll i vazhdueshëm, për shembull për 10 vite martesë, në mënyrë konstante i është marrë liria individit, e ka bërë me u ndjen faj gjatë gjithë kohës, nuk ka leju me qenë vetvetja, krejt këto janë lëndime që i shkaktojmë emocionalisht personit në mënyrë të vazhdueshme dhe personi një ditë mërrin në atë pikën e lodhjes kronike kur s'mundet më. Edhe fillojnë ankthi, fillojnë problemet e shëndetit mendor dhe ndonjëherë as vetë personi nuk është i vetëdijshëm pse ka ndodhur. Çka ndodh pas divorcit, çuditërisht krejt presin me qenë i mërzitur, personi është i lumtur e thotë jam shliru, nuk e kam më presionin e të cilin pas na jetu, tash jam e vetëdijshme çka pas kam hek në atë lidhje, do thonë ka jetu shumë gjatë në një kontroll, në një dhunë psikologjike. Gona, 1 minutë ka mbetur deri në fund të intervistës sonë. Çfarë të bëjmë në këtë raste, apo si të dallojmë, ndoshta nganjëherë nuk jemi të vetëdijshëm që jemi duke kaluar një dhunë psikologjike, ka se rrëmbehemi si duket nga vetë situata, po si ta kuptojmë cilat janë ato shenja që vërtet na bëjnë të mendojmë që këtu diçka nuk është në rregull. Të jemi në kontakt me veten vazhdimisht, të kujdesemi që mirëqenia jonë të përfshin një gjumë të mirë, aktivitetet të cilat na i shijojmë çdo ditë. Qofshin ato aktivitetet vogla, nëse nuk pa arrin me u kënaq me gjana të vogla të jetës përditshme, diçka po ndodh me ty. Thjesht jemi të vëmendshëm dhe
natyrisht nëse thjesht nuk dim ndonjëherë se çka të bëjmë dhe si dalim prej kësaj situate, sepse e ndjen që nuk je i lumtur, e ndjen që diçka s'po shkon me jetën tënde. Dhe nuk është që ajo nuk ndjehet, po thjesht durohet, hajtë se ka me u bo mirë, hajtë se ka me u bo mirë, nuk kemi nevojë me pritë dhe me duru për një ditë që unë me qeni lumtur. Se cili prej neve meritoj me qeni lumtur sot, në këtë moment. Dhe gjithçka që po na e prish lumturin, na duhet me enalin këtë moment. Dhe s'kemi nevojë me pritë sot ose nesër. Kur po them me ndal, është na fillimisht me ndalu me veten, me i tregu vetes që na meritojmë me qenë të lumtur dhe pastaj me marr vendimet e duhura në rrethonat jetësore në cilat ndodhemi. Mundem me pas fatkeqësi, në jetë mundem me pas rrethona të cilat nuk mbaren prej neve gjëra që na ndodhin në jetë. Natyrisht mërzia është pjesë e jetës dhe na duhet me u mërzit për ato se jemi njerëz, por në fund të ditës duhemi me gjetë forcën edhe me u kujdes për veten tonë, me mbajt mirëqenien tonë psikologjike në dorë tona. Në cilin moment duhet drejtu specialistit, psikologut në këtë rast? Kurdo që personi e ndjen që nuk po ndjet mirë dhe nuk po arrin me ndihmu veten e tij. Është momenti i duhur që të kërkohet ndihmë sepse stigmatizimi dhe krejt ajo që ka njerëzit e tjerë mendojnë për neve, kur më thojnë e kisha vështirë me ardhë se po thojnë që jam çmend, i them kush po thot? Po njerëzit për rreth, ku janë ata njerëz kur ti po je keq? Kush po vjen aty me ta kap dorën dhe me thonë çush më me të ndihmu? Vetëm atij që të ndihmon edhe që ta jep dorën mundesh me i dhënë llogari. Krejt ata të tjerë që kanë me të kritikuar dhe kanë me fol prapa shpinës ose ndonjëherë edhe para syve, dhe të cilët nuk arrin me ndihmu, po thjesht kritikojnë nga jashtë, nuk ke asnjë lloj përgjegjësie me u dhënë llogari. Kështu që thjesht ktheu, merru me veten edhe mos mbylli vesh, mbylli syt, mos u merr me askën tjetër. Nuk ka se si më bukur të përmbyllet kjo intervistë dhe ky program Mëngjesi për ditën e sotme dhe në fund të fundit Antigona, çdo ditë në fund të ditës secili prej nesh ka nevojë për një psikolog. E mos flas për raste të tjera. Unë falenderoj shumë që gjete kohë si çdo herë dhe gjen kohë të jesh mysafire në programin e Mëngjesit. Faleminderit për gjitha këto këshilla që na dhat. Besoj që ju dolet edhe kësaj radhe shumë në ndihmë, edhe televizionistëve, edhe të gjithë neve këtu që të dëgjuam me kaq vëmendje. Dhe të presim sërish në studio. Faleminderit me shumë kënaqësi. Kënaqësia ishte edhe jona. Të dashur miq, ndoshta intervistë